5 mënyra që do t'ju bëjnë të dukeni më të rinj dhe do t'ju ngadalësojnë procesin e plagjes me kalimin e kohës. E para, kontrolli i emocioneve. Kontrolloni emocionet tuaja dhe gjithashtu reagimin ndaj situatave të ndryshme. Mundohuni që të pushoni përpara se të flisni apo të veproni. Numëroni deri në 5, deri në 10, apo thjesht merrni frym thellë, cilat do mënyrë që funksionon për ju. E dyta, qëndroni kurioztar si një fëmijë, i cili çdo ditë ngrihet në mëngjes me mendimin e tij për të eksploruar sa më shumë në këtë botë dhe në këtë jetë që për të duket si një aventurë. Përse të mos e bëjmë dhe ne të njëjtën gjë dhe të jemi dhe ne të freskët, plot me energji, por si fëmijët, sepse kur mendja qëndron e freskët deri, edhe trupi do të qëndrojë freskët dhe i ri. E treta, lërini emocionet tuaja që të largohen nga trupi juaj, sepse emocionet e ngecura në trup do të manifestohen si ngrysje e vetullave, një fytyrë e mërzitur, ndoshta supet e krusura dhe një shëndrim i keq i trupit. Dhe kjo do të çojë në plagjen e parakohshme. Por që ta parandalojmë këtë, mendoni sa më shumë që emocionet negative që ju mund të mbartni me vete, t'i lëshoni dhe t'i lini të shkojnë. E katërta, midisi ku ju jetoni. Duhet jeti midis sa më i pastër, optimist, mundësisht sa më pranë natyrës, sepse ajo ju mban të ringjallëruar dhe ka fuqi shëruese pafund dhe ajër të pastër sigurisht. Por jo vetëm kjo, edhe midisi në kuptimin e kujdes me kë qëndron, do të thotë që nëse juve qëndroni me individë të cilët ju bëjnë të ndjeni keq, do të lidhemi përsëri me pjesën e emocioneve negative dhe këto do të mbarten në trupin tuaj dhe kështu me radhë. Por nëse ju qëndroni me individë që janë por siç tha, me qëndrimin e një fëmije dhe ta shikoni jetën së bashku për si një aventurë, ju mund të bëni gjëra shumë të bukura edhe në një moshë të vonë dhe kjo do t'ju bëjë ju të ndjeni plot me energji. Pesta, e fundit por jo për nga rëndësia, është falja. Nëse ju lini emocionet të shkojnë dhe thjesht falni këdo për gjithçka që ju ka bërë, nuk ka rëndësi. Falni veten tuaj për çdo gabim që mendoni se mund të keni bërë, nuk ka rëndësi. Thjesht të falni. Do të shikoni që papritur do ndjeni shumë herë më të lehtësuar përtesë përpara dhe sikur këto çantat e rënda që keni mbajtur deri më tani, që janë emocionet, situata të shkuara të cilat ju kanë bërë të ndjeni keq dhe ju nuk i keni lënë të shkojnë, do të shikoni që papritur ato do t'jenë larguar për jush dhe ju do t'jeni shumë të lirë dhe të freskët për të ecur përpara, me kokën lart, të lumtur dhe për të shijuar këtë jetë të bukur dhe këtë aventurë të re që po fillon.